Vetëm pak orë pas përfundimit të prajmit të parë të Big Brother VIP 5, spektakli vijoi pa pauzë me startin e Big Brother VIP Fan Club, program që këtë sezon moderohet nga Kiara Tito. Hapja e tij nuk ishte as pak formale apo klasike, por u shndrua me njëherë në një moment show, emocion dhe simbolik. I pari që u shfaq në skenë ishte Luiz Elli, fituesi Big Brother VIP 2, i cili e mori gjithë vëmendjen që në sekondat e para. Me humorin dhe stilin e tij karakteristik, Luizi e quajti studion e Fan Club shtëpinë e tretë më të famshme pas shtëpisë së bardhë dhe asaj të Big Brotherit, duke ndezur sallën me batuta. Por pas ironisë fshihej një qëllim i qartë, prezantimi i bashkëshortes së tij. Në një fjalim që u komentua gjërësisht, Luizi foli për Kiarën si një grua që ka tentuar të lihet në hije, por që hija nuk e mbulon kurrë dritën. Ai e përshkroi atë si dritën e diellit, duke theksuar se ajo nuk do të jetë kurrë vetëm sepse do të jetë ai gjithmonë në krahun e saj. Mesazhi i tij u perceptua si mbështetje publike dhe personale, jo vetëm si bashkëshort, por edhe si baba i vajzës së tyre Lunës. Momenti kulmoi me një puthje romantike mes çiftit, përpara se Luizi të largohej nga studioja mes duartrokitive. Një nisje ndryshe për Fan Club Big Brother VIP që vendosi menjëherë tonin emocional dhe vëmendjen maksimale të publikut.